Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Mbetjet kanë mbuluar plazhet e Divjakës dhe Vil Bështovës, duke shkaktuar një katastrofë mjedisore në brigjet e Adriatikut. Një katastrofë mjedisore po ndodh në brigjet e Adriatikut. Ky fenomen, ndër të tjera, më së shumti ka prekur plazhet në të dy krahat e Grykderdhjes së lumit Shkumbin. Plazhet e Divjakës dhe Vil Bështovës në bashkinë e Rrogozhinës janë të mbushur me mbetje plastike metalike e bimore. Gjithësasia e madhe e këtyre mbetjeve ka qenë e mbartur prej vitesh përgjatë rrjedhës së përrenjve dhe vet lumit Shkumbin nga prenjasi Librazhdi, Elbasani, Cerriku, Peqini e Rrogozhina. Peshkatarët që kanë vite që frekuentojnë Grykderdhjen e Shkumbinit përgjuheti shprehen se këtë sasi kaq të madhe mbetjesh nuk e kanë parë prej dekadash. Ky e zangonshëm se kanë ardhur vallë se di. Ky është vite s'ka pas plastike këtu. Kjo ka qenë rënë gjithë. Nëse pastaj Shkumbini ban vetën që bi dega janë kështu, po këto plastika s'kan qenë këtu. Si vjet është mbuluar krejt nga plastika? Krejt nga plastika, betuinat mëdha se nga kanë ardhur to zoti merr vesh. Ai ka pru Shkumbini. A kanë ardhur nga dedja neja, zoti e merr vesh se nga kanë ardhur. E njëjta situatë alarmante është dhe në plazhin e Divjakës, nga Grykderdhja e Shkumbinit deri në afërsitë të Grykderdhjes së Semanit, ku përveç mbetjeve plastike ka një depozitim prej 1.5 metrash leshterikësh dhe mbetjesh drusore. Të gjithë ata që vinë për herë të parë në parkun kombëtar Divjaka Ravasta, ku përfshihet edhe plazhi, mahniten nga bukuria, por mbetjet lënë një shije të hidhur për turistët. Unë kam emrin Gjorgji, po vij në Los Angeles. Jam lindur në Tiranë, edhe kam ardhur këtu të gjyroj një film të shkurtër. Edhe shera parë në Divjak. Shumë vend i bukur. Kjo është, si thujmë neve, National Park. Ka edhe plazh këtu edhe me bori parasysh ka shumë plastik. Edhe të vinë turistat këtu do ishte mirë t'i pastrojnë këta plastiket, se tani e bon dot Shqipëria, nuk është një gjë që nuk e bon. Kam qef të duket kjo plazhi shumë e bukur, të vinë më shumë njerëz, mos ta quajnë si plazh me plastik. Duhet të jetë hapur, edhe kafshët ku vinë, kafshët ngecen në plastik, edhe unë jam një njeri ku kam shumë qef t'i pastroj gjërat. Edhe në Kaliforni kemi plot plastik, edhe atje po punojnë t'i hiqin plastiket. Ambientalistët shprehen se puna duhet nisur që në burimin e ndotjes për të mos u përsëritur situata të tilla që kanë shqetësuar jo vetëm opinionin shqiptar, por edhe ndërkombëtar. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama për çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke i quajtur presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në lidhje me çështjen Balluku, ka reaguar duke theksuar se çdo deklaratë në lidhje me çështjet e gjyqësorit është presion politik. Shoqata shpreh shqetësimin dhe indignatën lidhur me qasjen që kreu i pushtetit ekzekutiv ka zgjedhur të bëjë për këtë problematik, e cila është pjesë e jurisdiksionit të pushtetit gjyqësor. Nën petkun e ankesës për uzurpimin e pushteteve ekzekutiv dhe legjislativ nga i gjyqësor, në të vërtetë fshihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështje në fjalë. Gjithashtu mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klimë mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoren më tej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Shoqata rithekson se ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë. Prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve, përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore apo që ulë reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut, dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe. Komisioni Evropian në raportet për Shqipërinë ka adresuar si shqetësim vazhdimin e përpjekjeve të ndërhyrjes dhe presionit ndaj sistemit gjyqësor nga zyrtarët e lartë publik dhe politikan. Gjyqtarët janë të pavarur dhe i nënshtrohen vetëm kushtetutës dhe ligjeve, si të tillë, qëllimi i misionit të tyre është zbatimi me fanatizëm i vullnetit të sovranit të shprehur në këto akte. Vendimet gjyqësore mund të jenë të papëlqyeshme për disa subjekte, por kjo nuk i bën ato ilegjitime. Në këtë kuadër, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë fton dhe i kërkon secilit zyrtar të lartë të dy pushteteve të tjera që të respektojë pavarësinë e gjyqtarëve në vendimarrjen e tyre dhe të distancohet nga çdo sjellje që e cënon atë. Ndërhyrja në veprimtarinë e gjyqtarëve gjatë zhvillimit të procedurave gjyqësore përbën formën më të rrezikshme në shkeljen e parimit të ndarjes së pushteteve, pasi ka si qëllim deformimin e vendimarrjes nëpërmjet formave të ndryshme të presionit.
Ish zëvendës kryeministri Balluku po hetohet nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera për Unazën e Madhe dhe për tunelin e Llogaras, ndërkohë që GKKO e pezulloi atë nga detyra. Pas këtij vendimi, kryeministri e kundërshtoi atë dhe çoi çështjen në gjykatën kushtetuese. E menjëhershme ka qenë edhe përgjigjja e kryeministrit Edi Rama ndaj shoqatës kombëtare të gjyqtarëve. Ai u thot se gaboni nëse mendoni se do të mbyll gojen dhe ju nuk e dini kuptimin e fjalës presion. Kryeministri Edi Rama dhe shoqata kombëtare e gjyqtarëve janë përplasur për çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas shoqatës, deklaratat e kryeministrit janë presion politik, kurse Rama në platformën X shprehet se gaboni nëse mendoni se do ta mbyll gojen. Kryeministri në postimin e tij thotë se shoqata ose nuk e di kuptimin e fjalës presion, sepse nuk i kanë parë të ankohen për ca të tjerë që prej vitesh u këndojnë librin e shtëpisë njerëzve të drejtësisë, ose e dinë që kur ankohen për mua nuk u hyn gjem në këmbë, sepse unë jam ai që kam 10 vjet që nuk luftoj me ta, po luftoj për ta. Madje duke i përtypur në heshtje si çështje të pavarësisë, së shpallur botërisht me reformën në drejtësi dhe jo pak lajthitje të dhimbshme të gjyqësorit në dëm të lirive të drejtave të njerëzve të këtij vendi dhe të interesave të këtij shteti. Mirë po gabon shumë shoqata e gjyqtarëve nëse pret që unë të mbyll gojen e të mos ndaj me publikun opinionin tim, as edhe kur jam vetë palë në një gjyq kushtetues për shkak se funksioni që mbuloj me votat e afro 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykatës dhe rrezikon të gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Jo vetëm kaq, po shoqata e gjyqtarëve duhet të di që do të gabonte, po kaq shumë, sikur të priste heshtjen time për kërkesën e saj skandaloze dhe të përsëritur ndaj gjykatës kushtetuese për rirritjen e pagave të gjyqtarëve me vendim gjykate, duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë të parlamentit. Heshtja ime herën e parë përpara se të merrej ai vendim befasisht i turpshëm, nuk do të përsëritet këtë herë kur merri kërkesën në fjalë, shoqata e gjyqtarëve po tenton të marrë nga buxheti i shtetit duke anashkaluar qeverinë dhe parlamentin një rritje të re prej plot 1.600 eurosh plus pagës aktuale. Ndërkohë unë dhe qeveria e shumica parlamentare që kam nderin të udhëheq, mirpresim krah hapur çdo komunikim institucional me shoqatën në fjalë për të adresuar nevojat e sfidat e drejtësisë së re, ku parimi i shenjtë i pavarësisë së gjyqësorit duke mbrojtur me çdo kusht jo vetëm nga ndërhyrjet e jashtme të kujdo qoftë, përfshirë dhe mua vet, por edhe nga krimbi brendshëm i papërgjegjshmërisë së gjyqtarëve i cili bren përdit besimin e popullit tek drejtësia. Banka e Shqipërisë bazuar tek statistikat tregon rritje të kredisë në euro për shkak të normave të ulta të interesit dhe kërkesës së lartë për hua nga biznesi. Statistikat e Bankës së Shqipërisë tregojnë rritje të kredisë në euro për të dytin vit radhëzi për shkak të normave të ulta të interesit dhe kërkesa e lartë për hua nga biznesi. Në fund të muajit tetor, kredia në monedhën evropiane arriti shifrën e barazvlefshme të 352.2 miliard lekëve. Kredia në euro është në rritje me 8.1% me bazë vjetore. Rritja madje është përmirësuar më tej nga niveli prej 7.3% i një viti më parë. Megjithatë, rritja e paraqitur në lek është ende ndikuar nga efekti i kursit të këmbimit. Këtë vit leku ka vijuar të forcohet ndaj euros, ndonse me ritme më të ngadalta. E zhveshur nga efekti i kursit të këmbimit, rritja vjetore e portofolit të kredisë në euro do të ishte afërsisht 10%. Rritja e kredisë në euro në 2 vitet e fundit mund të shpjegohet me disa faktorë. Kreditimi i ekonomisë në tërësi në të gjitha monedhat po rritet me ritme dyshifrore. Statistikat tregojnë se rritja vjetore e portofolit të kredisë për ekonominë në tetor ishte në nivelin 12.1%, duke qëndruar pranë niveleve më të larta në më shumë se 16 vjet. Rritja me ritme relativisht të larta të ekonomisë dhe gjendja e mirë e bilanceve të sektorit bankar kanë mbështetur përshpektimin e kreditimit të sektorit privat. Sipas Bankës së Shqipërisë, kredia në euro për bizneset është rritur me 8.7% me bazë vjetore. Nëse shtojmë edhe efektin e kursit të këmbimit, rritja e kredisë për biznesin në monedhën evropiane do të shkonte në rreth 11.5%. Sipas Bankës së Shqipërisë, totali i depozitave në monedhën evropiane në fund të tetorit të këtij viti arriti në 8.67 miliardë euro, një rritje vjetore me 8%. Një faktor tjetër që ka ndikuar pozitivisht kërkesën për kredi në euro është edhe rënja e normave të interesit. Duke filluar nga mesi i vitit 2022, normat e interesit të euros kishin filluar një rritje të shpejtë, duke ndjekur linjën e politikës monetare të Bankës Qendrore Evropiane. Kjo solli një frenim të fortë të kreditimit në euro gjatë vitit 2023, por rritja e normave të interesit arriti piku në shtator 2023, ndërsa që nga mesi i vitit 2024, Banka Qendrore Evropiane nisi uljen e tyre. Kjo është reflektuar edhe në normat e interesit në tregje. Tërmeti me magnitud 7.5 goditi Japonin të hënën në mbrëmje dhe shkaktoi 30 të plagosur e dëme të shumta. Ndërkohë është rritur frika për tsunami dhe goditje të tjera të fuqishme.
Japonia është në gatishmëri për një tsunami të mundshëm të madh pas tërmetit me magnitudë 7.5 që goditi rajonin e veriut në orët e vona të së hënës, duke plagosur të paktën 30 persona dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në rrugë, ndërtesa dhe rrjetin energjetik sipas autoriteteve japoneze. Tërmeti të hënës që ra në orën 11:15 të darkës e kishte epicendrën në det, pranë rajonit verior Aomori, me thellësi 54 kilometra. Lëkundjet e tij u ndjen për rreth 20-30 sekonda në disa zona të Japonisë veriore, përfshirë Hokkaidon dhe Honshun. Agjencia Meteorologjike e Japonisë paralajmëroi menjëherë për rrezik tsunami, me dallgë që mund të arrinin deri në 3 metra, por vala më e madhe regjistruar ishte rreth 70 centimetra. Pamje tregojnë njerëz që kërkojnë strehim në supermarkete, sende të rrëzuara nga rafte, çarje në rrugë dhe automjete të bllokuara në gropa të hapura nga tërmeti. Rreth 28.000 persona u këshilluan të evakuoheshin, ndërsa mbi 2.700 banesa mbetën pa energji elektrike në temperatura pranë zeros. Furnizimi me energji u rikthyem në shumicën e zonave në mëngjesin e së martës. Autoritetet bën të ditur se nuk u konstatuan probleme në centralet bërthamore Hikashidori dhe Onagawa. Ndërkohë shërbimi i trenave të shpejtë Shinkansen u pezullua përkohësisht për kontroll të linjave. Agjencia Meteorologjike paralajmëroi se ekziston rreziku i lëkundjeve të tjera të forta në ditët në vijim dhe u bëri thirrje qytetarëve të mbeten vigjilent. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.